Hola, hello, përshëndetje. Gjeni këtu, wow, erti dimri me vërtet. Koha në anglisht katastrofike, është shumë ftohtë. Realisht, unë sot kam veshur gjysmë çizmet. Tani sa dola nga banjo sepse bëra punët. Përveç se kam veshur gjysmë çizme, kam ndezur edhe kaloriferët. Këto dashurit e vogla u bën 2 javë që ndizen automatikisht ditë për ditë me 22 gradë aty janë, nuk lëvizin dua. I dua. Nuk rezistoj dot ftohtin, realisht. Unë kam dalë që me mëngjes dola më ndaj me Kelin për të ngrënë mëngjes jashtë. Doja t'ju thoja, nëse nuk e keni harruar tek vlogu i fundit, mund shkoni ta shikoni, që ta porositur 2 gjëra në temë. Tani. Përsërisim, nuk është se janë gjëja ime preferuar për sa i përket cilësi. Por për aq lek sa u blen, mendoj që okay, ja vlen të merren, domethënë. Për make-upin mora këtë. Të gjën që okay, mua më duke vështirë për ta montuar, për kërkova ndihmë Keli dhe Keli e montoi për 10 minuta, është me vida me gjëra. Unë kam bërë kështu. Okej, këtu gjëra tjera, të gjëra këtu. Edhe këtu janë pjesa tjetër ekstra, domethënë, e gjërave. Okej, është të paktën gjërat janë përmbledhura, janë thjesht këto mjetet e mia të punës që janë rrëmuj. Çfarë mendojmë për këtë? Që cilësia nuk është e mrekullueshme, nuk është ndonjë material kush e di ça, por e bën punën, po ja bën. E bleva me ulje 9 pound, kështu që ja vlen, ja super vlen. Unë e bleva për 9 pound. Sa çmimi origjinal ishte 42. Për 42 ja vlen. Këtë nuk e di, mendoj që me 42 pound mund bësh më mirë si material. Unë e bleva 9 pound, kështu që për 9 pound e mrekullueshëm. Unë do jepja, nëse çmimi nuk do e merrja me 9, te 20, 25, okay, më shumë nuk do jepja. Për mendimin tim, ky është mendimi im, kështu që nuk e di, themi drejtën. Mua më ka bërë punë e gjithë hapësira aty, mi ka mbledhur gjërat, nuk ka më gjëra vërdall që i urrej, kështu që për mua ka bërë punë. Edhe kjo pjesa këtu është e lirë, është e rregull, domethënë për mua ky këndi këtu është i rregull. Kështu që përsëris, më shumë se 25 unë nuk do e bleja, si çmimi origjinal 42 nuk do e bleja. Përsëris e bleva 9 pound, kështu që është okay. Gjëja tjetër dhe më e rëndësishme akoma për mua ishte ajo fshesa me avull me ujë. Ja, t'u tregoj tani, që thoshtë është për çdo lloj sipërfaqe, që është edhe për tapetet, kush jeton në Angli besoj se e di që pothuaj se çdo shtëpi është e tapetsuar, ka tapete domethënë, dhe mund të themi që janë gjë më të mëshme në botë, nuk më pëlqen fare. Dhe mora këtë gjë kur e pash të review, ishin gjithat mira, pozitive, dhe thash hajde mos e po e marr. Nuk më çmend. Kjo shtëpia para se ta merrte burrimi ishte 2-3 vite e pabanueshme. Kështu që burrimi jetoi 2 vite, 3 vite para se të vija unë, edhe si çdo burr nuk është se dilte mëngjes, kthehesh ndarkë mbas pune, kështu që nuk është se merresh me tapetet, dhe tapetet ka nevojë për një deep clean, domethënë një pastrim masiv, dhe kjo gjëja nuk është. Do e marr punatës time, një nga ato që duhet tamam për t'i heq njollat e gjërat, edhe kjo nuk është, kjo që t'ju tregoj nuk është për të hequr njollat, por bën punën e vet për ta mbajtur tapetin e pastër. Unë u bë 10 ditë që ka ardhur, e kam larë 2 herë dhe çementët i lanë mirë, kështu që unë e mora nga 91 e ca çentez, e mora me ulje 26 pound, kështu që për aq përsëris për mendimin tim bën punën e vet. Është kjo. Okay? Është kjo. Këtu nuk është se mban shumë ujë faktikisht siç mund ta shihni, ky është ujë, është atëherë për tapetet ka këtë gjën si me rrota, kështu. Pastaj nëse do të lash plak ose çement, unë e kam ndruar, nuk e kam plak, e heq këtë, hiqet kjo. Se këto e ndihmojnë që të rskasit sa më shumë tapet. Kështu që hiqet kjo, nuk e sobi dot me dorë ja. Hiqet kjo. Shifni? Edhe përdore direkt kjo këtu për plakat. Për montim është jashtëzakonisht shumë e lehtë. Këtë e bëra vetë, edhe vjen me një leck ekstra, lecka lahet, që ta përdorësh sa më shumë tjetë e mundur, lecka lahet, kështu që përsëris, për 26 pound që e mora, ja vlen.
E merr edhe për 91 pound, themi drejtën këtë do e merrje për një arsye sepse kur e lan pllakën për shembull, specifikisht, e lan mirë, e lan më thellë më duket se radaci, se shtupa, letka, çaj varet si ashtu, se kur them radac këtu, gjithë njerëzit ishin, po në Durrës unë jam rritur që i thon radac. Shtupës, leckash, nuk e di. Ajo që lan çimentu. Kështu që lan më mirë se ajo. Plus te tapetet, nëse tapeti përsëris nuk ka nevojë për një pastrim thellë, për njolla, për gjëra që është lar vazhdimisht. Dhe mendoj që ja vlen barra qëran, duke dhe ndryshimit të lecka që e bëri një ndryshim kur lava tapetet. Kështu që këtë e rekomandoj. Një gjë tjetër, se harrova, kisha bërë një porosi në Shein, quheni si doni. Kjo më është gënjeu dhe faktikisht këtë do e kthej, sepse unë mendova se kisha marrë një kostum. Okej? Por, ja t'u tregoj. Mendova se kisha marrë një kostum. Por nuk është kostum. Është thjesht trik kështu. Okej, është thjesht si punë kardigani, bluzës që vihet sipër, kështu që këtë do e kthej se kjo ishte pothuajse 30, unë mora me ule 16 pound. Nuk është çështje çmimi, thjesht që unë mora si ishte kostum. Vetëm nuk e doja, nuk më pëlqente, plus që ishte pak masa më e madhe dhe një gjë që duhet mësojmë këtu është për 7 masa që kisha në Itali me masat këtu në Angli sepse ndryshojnë, kështu që këtë do e kthej. Vetëm një gjë që pas ka ekstra këtu, ka dy gjëra që janë ekstra dhe njëra është pozitive, njëra është negative. Një pozitive është që për shembull në Itali duhet ta printoje atë ricevuta di rezon, faturën për kthimin. Këtu jo, thjesht ta bën me QR code. Gjëja negative është që duhet bësh një video ose një foto kur je duke paketuar që je duke futur realisht këtë produktin që po kthen në pakon origjinale të Sheinit dhe pastaj e bën atë drop offin që e le tek pika kthimit ku do ta kthesh. Kështu që me këtë do merrem tani. Do e lidh dhe do më shoqëroj Keli sepse kam qenë ndonjëherë të posta këtu. Kaq, këto ishin 2-3 gjërat që doja t'ju tregoja praktikisht. Edhe tani bëra dhe pak punët. Bazë drekësh, si s'mund të shihni tani shtëpia ime është shumë super e pastër. Si shtëpia e çdo shqiptari realisht mendoj se jemi populli më i pastër në botë. Realisht. Të më thosë Xhuli, po prit se dje më thej që i bërë punë, po sot thash kisha nevojë prapë. Është ne kemi në shqiptar dhe nuk mund të ankohem, më pëlqen që jem në një ambient të pastër. Edhe kështu që tani gjëja që dua të punoj, do t'i tregoj një tjetër për një bilet afat shkurtër të vogël që kam. E gjithë kjo hapësira këtu dua të ndryshoj. Nuk e di se çfarë do i bëj. Do i vend një lule, ato vera që janë aty duhet i ndryshoj vendin, se është gjithë pjesa aty është me vera, ato duhet të hiqen. Kështu që me këtë hapësirën këtu duhet të gjej diçka të vend në një lule, të vend në një mobilje, nuk e di. Ju pres në komente nëse keni ndonjë sugjerim. Kështu që këto ishin gjërat afat shkurtër, afat gjatë që kam për momentin. Që dua të bëj, domethënë para se mbyllet viti, se pak e nga pak do i ndryshoj akoma më shumë gjërat. Akoma jam shumë e lumtur për këtë gjë sepse siç e thash, do përshtatem. Kështu që pak nga pak do bëj akoma më shumë ndryshime, por para fundit vitit janë këto gjëra që ti mbledh një herë. Nuk dua të ketë gjëra vërtalli, urrej rrëmujën apo gjërat mos kem vend. Nuk e di, besoj se janë gjithë kështu, po flas për veten time. Siç u thash, u rikthyen. Do i kam marrë tek AKM H&M HM-ja në Itali dhe janë super të rehatshme. U rikthyen sepse bie shi, është ftohtë. Çupi pandash. Gjupi parçeca. Mos t'ju gënjej kjo dritë, ky diell. Është ftohtë, pyet e mia, është ftohtë. A do mësojmë në njëherë thoni që këtu edhe dera mbyllet në anën e kundërt? A do mësojmë në njëherë? Mister, besoj se po, se që tani kam filluar ta kuptoj që ndryshojmë, po si di. Okej, se jam dramatike, kështu si natyrë. Një pak me kelmentin. Kelmen! E gjete skoqën, në gjitësën do më thënë.
Ha? Bëj video, nuk po bëj foto. Po bëj vlog për YouTube. Okej, po duhet skoç. Gjithsesi, si ka skoç? Tape. Nuk kam skoç, gjithsës. Tek restoranti, do iki ta blej që ta dorëzoj. Që ishte kaq kollaj të dorëzosh pakot nuk e dija, po se në Itali e kisha bezdisi që thash duhet ta printosh, duhet pagush €1.20 për ta printu, bla bla bla, po ishte realisht kollaj. E skanoja, atë shkoje te ato gjërë, s'di ta shpjegoj ku dorëzohen pakot, e skanoje, e fusje në kuti, mirë pafshim, zjati nuk zjati 30 sekonda. Kështu që, me për herës tjetër, se në Itali ndonjëherë i mbaja gjërat sepse portoja t'i ktheja themi drejtën. Një se portoja, po, nejse nuk ishta. Diçka që kam vërre këtu, mund ka pas pëlqy gjithmonë çaj, po këtu, po e shijoj më shumë. Pi më shumë çaj se sa kafe, do të thënë, po përpiqem shumë të reduktoj sasinë e kafes. Më para, unë në verë gjithsesi pi 3-4 kafe në ditë, e di, është që gabim. Tani në dimër, zakonisht reduktoj në 2 ose në 2, por du ta reduktoj në 1 fare, 1 kafe në mëngjes, edhe kaq. Edhe Gjulia më ka thënë që e ka reduktu, ju desh pak, por e ka reduktu. Kështu që do më pëlqente ta reduktoja akoma më shumë kafen. Se di, më duket ndonjëherë çike vështirë. Se nuk është se jam nga ata, po s'piva kafe, mëngjes, okay, kam shumë nevojshme. Mbas dite nuk e di, ndonjëherë mendoj që shumë kafe e pi se është ditë e gjatë dhe s'ke çfarë bësh. Por shpresojmë që çaji të zëvendësoj. Gjithsesi, nuk jam fanse e matchës. E matchës, jo, nuk është my thing, nuk është diçka që do e preferoja. Po çaji është okay. By the way, këto gotat, kam edhe një tjetër, këto filxhanat shumë, ndizen kur ndriçohen, domethënë, kur uji brenda është i ngrohtë, sepse përndryshe nuk e dallon I love you more, është si e fikur, edhe ndallon në ngjyrë kur ke brenda një lëng të ngrohtë. Kam edhe një tjetër I love you, kjo thot I love you more. E ja kam pasduruar Kelit, se më men, këtu e 5-6 vjet. Janë disa të gjëra të lezetshme që i zbulova që i ka akoma, nuk e dija që ishin këtu edhe. Tash hajde se do e pim çajin këtu. Është një gratë, fava ftoti. Fava, por jam vesh trash, fava nga duart, do të durash. Dhe faktikisht bëjti shopping. Do iki te TK Maxx edhe ndoshta në dyqane të tjera dhe buxheti im është 50-100 pound. Të shohim sa doja dal dhe do harxoj apo jo. Duke par basketin këtu. Duket se e kam kalu buxhetin, po nejse s'ka rëndësi. Leva gjërat që doja të bleja. Jam super okay, madje gjeta një parfum super mirë që më pëlqeu. Kam akoma herën këtu dhe qëndron shumë mirë, kështu që jam e kënaqur. Thjesht jam kurioze, po pres këtë kasa. Jam kurioze të di me sa e kam kalu buxhetin. Shpresoj jo shumë. Po le të shohim e të bëjmë. Prap xhinksa. Jo po xhinksat herë në fundi që bleva këtu më super pëlqyen, rrin mirë në material mirë. Dhe për çmimin janë jo. Ka shumë gjëra realisht. Lart atje është për shpinë, po ati zbleva se që thjesht një dhuratë për kushuriren që ka deklinë. Asë gjë. Nuk e di sa nga ju menduat që nuk e kam kaluar buxhetin e 50 pound, por e kam kaluar. Harxova saktësisht 77 pound, por është okay. Problemi më i madh gjithmonë t'i gjevan se kam. S'ka gjë, ishin gjëra që duheshin, një dhuratë për kushuriren që ka ditëlindjen tani, disa gjëra për bashkëtortin tim, kështu që ishin gjëra që duheshin dhe jam e kënaqur. Themi drejtën, unë kur thash e doja më shumë sfidë me veten, okay? Thash do harxoj 50, sepse mund të kem kontroll për këtë gjë. Nuk do bëj shopping spree, ke parasysh shkoa dhe çfarë pëlqen ashtu. Pa shumë gjëra që më pëlqyen, shumë gjëra i ktheva mbrapa, sidomos për self care, skin care, body care, këto gjëra, hair care. Isha aty thash, do marr aty deri në momentin fundit të lija sepse kisha buxhetin. Por pastaj nuk mund të rezistoja për të dhurata kushurirës, të gjërat e burrit. Kështu janë 2-3 gjëra që më duheshin, kështu që është okay, e pranojmë. Jam shumë okay me këtë gjë. Ndërkohë, nusja e kushurirë që ishte për ne, më bleu këta. Sa bukur. Shikoni pak sa këtë gjë është. Shumë bukur më pëlqeu. E kisha parë në Instagram
se e kishte vënë një vajzë edhe kur e pash aty wow thash po që kam vërtet e bukur si duken foto. Kur mbaruan ku dilin tha Xhem, kjo është për ty. Nuk e prisja, shumë e lezetshme. Unë këtu realisht jam një person çaj. Sa çajra kam bler. Për momentin kam këto 2. Te restoranti përdor çaj jeshil, shumë gjëra. Kunata më solli pak çaj mali, kështu që unë dhe bashkëshorti. Mirë që pim kafe, po jemi dhe persona çaj që të ekuilibrohemi. Sot më erë disa ruet të dhe porosia, dhurata që qita për ditëlindjen e Arbërit. Unë i pa të thënë Gjulius, pa të dërguar disa zgjedhje, disa opsione, website të ndryshme, shumë gjëra të ndryshme. Rroba normalisht që ato unë i çoj sa që shkoj, edhe ato ashtu, por doja të çoja diçka që t'je diçka që i vlen Arbërit, jo thjesht një veshje që mbasi që do përdoret se veshje fundit i blen dhe Xhulia vet. Edhe i pa të dërguar Xhulius shumë mundësi, shumë zgjedhje, edhe sot Xhulia zgjodhi diçka që është e mirë, është diçka material, diçka që i duhet dhe Arbërit për të arritur, për të formuar si kalama, si fëmijë, kështu që jam shumë e lumtur mezi po pres argimin e tij kur ta shohi dhe sa do e përdori. Edhe ju do shihni në momentin e duhur. Po, me gjithë këtë sapo ju thash që po do ikin në Shqipëri, nuk do ju them sa do rri data qysh tek, sepse atë nuk e di, por thjesht që po, siç e kishin besoj ha më mësuar dhe e kam thënë të gjithë ato herë që për ditëlindjen e parë të Arbërit do jetë dhe dhurata është nga ky sajti, është një lodër inteligjente për zhvillimin e Arbërit, kështu që mezi po presoj diçka që aty deri tani kemi bërë që gjëra që pëlqejnë. Edhe sot erdhi ishte në këtë kuti të madhe dhe për të marrë valixhe më duket se do e shpërbëj, do e rregulloj me Kelin, se një mënyrë do e gjej, sepse fatkeqësisht ata ishin vetëm në Angli dhe nuk mund të bëja dërgesën në Itali, sepse po fillimisht mendova se nga që s'kisha bërë as bileta, asgjë, thash okay, pa dërgoj direkt Xhulis atje se si dihet si merr. Edhe ta ke Xhulia atje, por duke qenë se s'dërgonin atje, Xhulis i pëlqeu ky gjë bashkë me bashkëshortin, e zgjodhen të dy, edhe është okay. Kështu që çojmë si të shkoj. Tani do ha pak drek, do shoh diçka, edhe praktikisht është fundjavë. Okej, nuk është fundjavë, sa është thjesht e njëjtë, por unë punoj 2-3 ditë në vijim, kështu që nuk kam ndonjë event të rëndësishëm. Këtu koha është e shpifur, është shumë ftohtë, realisht shumë ftohtë. Kam dhënë borë në disa vende, por këtu te ne jo, nga që jemi afër detit, edhe pse po shpresoj që një nga këto ditë të gjej një vend ku të shkoj pak të shoh borën, se unë jam fan se shumë e madhe e borës. Kështu që normalisht do ju marr me vete, do ju aptetoj edhe për atë pjesë. Përndryshe kjo është. Këto ishin vetëm gjëra fun, gjëra të lezetshme dhe emocionuese që më ndodhen këtë javë. Gripi është vërdall, gjithë njerëzit parafërsisht, bashkëshortim gjithashtu, kështu që ka qenë një javë pak kështu. Fundjava është me punë dhe shpresojmë jo me grip për mua dhe kam çdo kush që e ka. Shihemi në vlogën e radhës, mos harroni të shihni gjithmonë videot e të na mbështetni me subscribe, komente, like.